e pas këti moj? Bo, turprova me hajtutin. Për këto lodha unë? Më falë, po s'kam patur lek blejnë tjetër. Po kuj gjetër? E ka blerë gjyshin kod zogut. Ashtu? Po, dhe doja lia trashgimi ka la fëmijëve të mi. Oh, sa fëmi ke? 3. Të rojnë. Faleminderit. Po kuj ke fëmija tani? Në mendje se si kam bërë akoma. Po qa pret? Të bëjna i lek se jam trok. Oh, në këtë. Profsh. Nave një 200 që na unë. Po që do bëjnë unë me këto? Shko të 3 vëfejzë të rrugë e Kavajës. Hajde, pyet e djalin. O djalçunit, bëjnë 2 pyetje? Po? Të parën e bera, ta shikam të dytën. Urdhëro. Mo i thuaj djalit qa celulari do. Më të mirin. Ne i kemi të gjitha llojet, po çfarë marke të pëlqen? Benci. E ka fjalën qa tipi të pëlqen. Tipat e sinqert. Dua të them çfarë lloj celulari do. Ai telefon? Çfarë? E ka fjalën për iPhone. Po, kush është më i miri? 16 Pro Maxi. Sa gjigja ben? Ne kemi në ofertë 119.000 lekë. Po unë kam 200.000, nam një iPhone e gjys. Unë e kam fjalën për 119.000 lekë të reja. Po të reja i kam unë, ja, janë fringo. E ha, djali nxirri iPhone-at se doja blej unë. Do ma për surprizë për Shën Valentin? Po. Po mos ma tregoj që ma ke blerë deri sa të vinë data 14. Mirë, qa ngjyre e do? Këta, Ta gëzosh. rrofshim derit. Qa te lajfoni. Po tani pse ma vodhe? Se e kam ves! Nem telefonin dhe na lekë tua se nuk i dua. Oh,